Një proces që shkon disa javë, ky lloj përpunimi. Dhe ishte llogaritur 37 ditë. Dhe po të shihni, nisi lufta dhe 37 ditë rafineritë amerikane kishin, janë kryesisht rafineritë amerikane të bregut perëndimor, në Amerikë, të cilat prodhojnë karburantin për avionët. Sepse është një lloj rafinerimi më vete. Pra te nafta, rafinerimi ndryshon në atë çfarë do të prodhosh. Edhe ka të bëjë rafineritë, janë dy lloje rafinerish, rafineri që bëjnë naftë krudo të rëndë dhe naftë krudo të lehtë. Këto rafineri që prodhojnë këtë karburantin e avionëve prodhojnë nga rafineria që përpunojnë naftë krudo të rëndë. Naftë krudo të rëndë do të thënë që ka sasi të madhe squfuri, siç ishte edhe nafta jonë që del në rrumbullin e Shqipërisë, sasi e madhe squfuri dhe është e njëjta rafineri që neve kishim në Ballsh. Po. Dhe që qeveria Rama e prishi e shkatarroi. Pra rafineria e vetme që kishim. Dhe kjo rafinerie është shumë e kushtueshme në aspektin e saj dhe kërkon patjetër këtë naftën krudo për të punuar. Kurse një naftë tjetër që është naftë e lehtë, pra është një naftë e lehtë që quhet naftë shampanja, atë nuk e përpunon dot. Pra ndryshon. Jo çdo rafineri mund të prodhojë çdo lloj, mund të përpunojë çdo lloj nafte. Dhe kur e nisën luftën kishin 37 ditë rezerva për përpunim. Dhe në rreth pas 37 ditësh e ndërprejnë dhe bën këtë filluan bisedimet në Pakistan. Në këtë moment që e ndërprejnë, filluan të dalin anijet që kishin mbetur, pra në rast se mani mend filluan të dilin në një moment të luftës nuk kalonte asnjë anije, në momentin që u ndërprej filluan të dilin 15 anije në ditë. Po. Tash po të llogarisni një anije nga ngushtica e Hormuzit deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës i duhet 42 ditë të mri. Dhe tash merrni datën në cilën ndodhi ajo. Deri tash 42 ditë është plotësuar 40 ditë. 42 ditë. Pra, sërish është garantuar një rezervë për këtë punë. E qartë. Dhe në moment që ke garantuar një rezervë, atëherë mund të lozësh në këtë aspektin që mund edhe ta bllokojmë për disa kohë. Sërish. E ke opsion, e ke hapësirën. E ke hapësirën. Pra krijohet kjo hapësira. Pra gjitha ka të bëjë me këtë veprimtarinë ekonomike që shohim. Të dyja palëve. Në rastin konkret. Dhe të dyja palët janë të interesuara që ta lozin të lojë, edhe për interesin e tyre politik të brendshëm. Sepse përshkallëzimi, ajo që duket si përshkallëzim, është një përshkallëzim i kontrolluar, sepse mbetet vetëm në breg. Pra po tash në gjatë gjithë kohës, që nga momenti që ka filluar armpushimi, e deri më sot, i gjithë përshkallëzimi ka qëndruar vetëm në Bregdet. Në Bregdet goditen pak a shumë po ato objektiva. Dhe edhe iranianët godasin po të njëjtat baza ushtarake. Në Kuvajt, në Katar, në Bahrein, po që baza që dihet që prej datës kur mbaroi luftimi, edhe Fox News, edhe New York Times thanë që këto baza tashmë janë bosh. Kështu që jemi të një përshkallëzimi kontrolluar për të krijuar idenë që në publik që shiko, por në realitet kemi një funksionalitet deri diku të këtij memorandumi të përshkallëzim që i duhet të dyve. Absolutisht të dyja palëve. Dritan, por nuk kemi çuare, pra nuk na çon në aspektin që të rifillojmë një luftë të re. Nuk jemi pavarësisht deklaratave nga të dyja palët. Nuk jemi drejt asaj. Retorika e luftës do vazhdoj, por në realitet do mbetet i kontrolluar. Dritan, ndërkohë samiti i NATO-s në Ankara shumë i përfolur, si e lexove mesazhet kryesore? Për mua samiti i NATO-s në Ankara ishte samiti i radhës, por kësaj radhe Trumpi erdhi për të shtyrë vendet e Evropës dhe pjesën tjetër të NATO-s që ta aplikojnë atë vendim që u morë në samitin e vjetshëm, pra në rritjen e 5%-shit. Ase mbani mend, u rrit 5%. 5%. Të gjitha vendet e NATO-s, përfshi edhe neve, e pranuam të 5% me përjashtim të Spanjës, pra e cila deklarativisht dhe taksavisht tha jo dhe nuk bëri rritje. Të gjitha vendet e tjera e pranuam dhe në letër të gjithë e rregulluam. Pra me letra të gjithë e rregulluam se si do harxhoheshin këto 5%, se ku do shkonte ky 5%, pra po të shihje me letra, kjo ishte gjëja më perfekte që ndodhte. Po në realitet të gjitha që paraqiten letrat, përfshi edhe neve, asnjëri nuk ka çuar, nuk e ka rritur as edhe 1%. Pra vetëm në letra. Dhe tashmë këtë summit Trumpi e shfrytëzoi në mënyrë që të detyronte që këto letra, sepse kjo tregon që amerikanët nuk po ju besojnë më pjesëtarët e tjerë të NATO-s me letra. Sepse të gjithë mendojmë se mund t'ia fusim amerikanëve se ata nuk dinë. Dhe edhe neve të parë, Shqipëria paraqet letra sikur ne kemi mbritur te 2%. Realiteti është që nuk e kapim 2%. Kemi futur çështje civile në ushtri, kemi futur emergjenca civile në ushtri, kemi futur helikopterët e shëndetësisë në ushtri dhe paraqesim këtë si shpenzime ushtarake. Realiteti këto nuk janë shpenzime ushtarake. E qartë. Dhe kur ne paraqesim letrat, mendojmë se ata i hanë letrat.
pavarësisht se ata i pranojnë letrat që ne çojmë, kjo nuk do të thotë që ata i hanë këto që neve i shesim. Të njëjtë gjë ndodh me vendet tjera të Evropës. Dhe për këtë arsye tashmë çka kanë bërë? Amerikanët kanë zgjedhur një lojë tjetër, atë që amerikanët dinë bëjnë më mirë. Pra amerikanët të imponohen. Sepse imponimi është mjeshtëria e tyre. Dhe ky imponim si erdhi? Trumpi i detyroi të gjithë që të pranojnë rritje të shpenzimeve ushtarake duke i detyruar të nënshkruajnë kontrata për avion të rinj AVAX, të cilët do të prodhohen. Po. Kontrata për prodhime të raketave balistike, të cilën sistemin balistik nuk e njeh Evropa dhe nuk e ka, pra se ekzistojnë raketat balistike në Evropë. Po, ato e kemi diskutuar. Kontrata të reja për të krijuar rrjete për mbrojtjen nga dronët, pra për luftën elektronike, e të gjitha këto kontrata, ç'a bëjnë? Pjesa më e madhe e tyre, duke qenë se Evropa nuk i ka këto dhe nuk i posedon, janë të detyruar ta bëjnë në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani më. Pra, tani më i detyron që brenda një kohë të shkurtër këta të lidhin kontrata me këto kompanitë amerikane në këtë bashkëpunim për ndërtuar gjitha këto. Nga letrat tek akti konkret. Po i çon te akti konkret. Dhe janë detyruar të paguajnë një pjesë, sepse ti kur nënshkruan një kontratë armësh, je detyruar ta paguash një pjesë të parave. Pas kontratës 10%, 20% për para. Pra, dhe në momentin që ti nuk e plotson këtë për një kohë të caktuar, automatikisht ti humbet ato para. Pra në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të fituar, sepse këto para hynë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, rrisin nivelin e punësimit, rrisin nivelin e ekonomisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Evropa është detyruar nesër që në rast se i ka paguar këto para, në rast se të rriqet është humbje politike dhe ekonomike për Evropën, dhe është detyruar që ti qëndrojë kësaj. Të paktën të mos humbasim ekonomikisht këto para. Dhe të marrim ato sisteme të cilat po i prodhojmë së bashku dhe po i miratojmë. Pra kemi hyrë në këtë fazë. Kemi hyrë në këtë fazë të dytë të imponimit të kësaj. Pra, Amerika si u beson me letrave, por i fut direkt në fazën e kontratës direkte. Pra të marrëdhënieve direkte në këtë aspekt, sepse këtë e kontrollon. Këtë e kanë në kontroll. Kurse fazën e letrave nuk e kanë në kontroll. Letrat unë e ti bëjmë si duash. Po kur shtrëngojmë dorën dhe edhim firmën në një cop letër me ta që do t'i paguaj kaq, atëherë ti ke afate, sepse ndryshe pastaj ke penalizime në rast se ti nuk i paguan ato pra dhe ke nënshkruar një kontratë. Penalizime që të kushtojnë. Po, Dritan u fol edhe për një reformë në NATO 3.0, nuk e dija a jam korrekt apo jo? Ajo quhet NATO 3.0, është një lloj reforme të cilat në mendimin nuk është, pra nuk kemi të bëjmë një reformë, sepse realisht NATO nuk po bën asnjë reformë. Duhet ta bënte një reformë, pra NATO duhet të reformohet në aspektin e kapaciteteve që kanë vendet e NATO-s. Aktualisht kemi një NATO e cila nuk është efektive, për arsye se të gjitha vendet kanë të njëjtën peshë në vendimarrje. Pra, neve kemi të njëjtën peshë vendimarrje si Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ngremë dorën njësoj në një tavolinë trumbullake, ndërkohë që nuk kemi peshë reale dhe faktike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës janë udhëheqësit e NATO-s, NATO nuk mund të ekzistojë pa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tashmë neve aty vendosim. Pra sot mund të kemi një qeveri e cila është pro-amerikane, nesër vjen një qeveri e cila mund të jetë pro-gjermane, pro-franceze, për diçka tjetër dhe për një interes të vogël ti mund ngren dorën për një vendim që propozojnë ata të tjerë. Pra ti krijon këto probleme dhe këto probleme krijojnë vonesa në aspektin e funksionimit të NATO-s. Sepse çdo vendim duhet merret në unanimitet, çdo vendim duhet kalojë në vendet përkatëse, pra ti e pengon në aspektin operacional NATO-n. Dhe NATO tashmë nga një organizatë ushtarako-politike shkëtyr në një organizatë politiko-ushtarake. Pra është vënë politika përpara kësaj, ndërkohë që ka qenë ushtarake pastaj politike. Ndërkohë që duhet të rikthehet sërish ushtarake dhe pastaj politike. Sepse është një organizatë e cila tashmë nuk mund të diskutohet mos ekzistenca e NATO-s. Me luftrat që po ndodhin. Absolutisht me luftrat që po ndodhin. Është domosdoshme po thua. Pse është domosdoshme ekzistenca e saj? Sepse tashmë kemi daljen e fuqive të reja. Dhe realisht kemi fuqi të reja, pra Rusia po del një fuqi e re, luftarake, aktualisht, dhe politike, kemi Kinën e cila po del një fuqi e re, luftarake, politike dhe ekonomike, kemi edhe Iranin që po del një fuqi tjetër rajonale në lindjen e mesme. Përballë këtyre po thua është domosdoshme që ti të kesh një aleancë. Pra kjo aleancë duhet të jetë funksionale dhe duhet të qëndrojë. Ti nuk mund ta zhbësh këtë aleancë në asnjë mënyrë. Thjesht duhet ta bësh efikase. Ekzistenca e NATO-s as që mund të diskutohet. Nuk hidhet diskutim ekzistenca e NATO-s më. Para 2022-shit mund ta diskutojë ekzistencën e NATO-s, sepse nuk kishin këto fuqi, nuk i njihje këto fuqi dhe i kishin nënvlerësuar dhe thoshte po në këtë moment që jemi në këtë luftë, në këto zhvillime gjeopolitike, NATO është domosdoshmërisht e qëndrueshme. Dhe për këtë arsye duhet forcuar dhe duhet kaluar në planin ushtarak, sepse ka mbetur vetëm në planin politik. Pra politika ka dalë përpara ushtrisë, ndërkohë që duhet ushtarake, pastaj politike.
Sepse këto fuqi që folëm janë ushtarake më parë, pastaj janë politike. Ata e bazojnë politikën e tyre mbi fuqinë e tyre ushtarake, pra Rusia e bazon politikën e saj mbi fuqinë ushtarake. Kina e bazon politikën e saj mbi fuqinë ekonomike dhe ushtarake, Irani e bazon politikën e vet mbi fuqinë ushtarake që po e tregon me qendresën e vet që po bën. Edhe me Hormuzin. Po pikërisht, po mbi fuqinë ushtarake e mban Hormuzin, sepse ai nuk e mban dot Hormuzin, po mbi fuqinë ushtarake. Pra, siç po shohim, të gjitha të treja këto që përmendëm janë më së pari fuqi ushtarake dhe përdorin fuqinë ushtarake. Për këtë arsye edhe NATO duhet patjetër të kalojë në këtë aspekt. Pra, ti nuk mund t'i kundërpërgjigjesh atyre të trejave politikisht kur ata ty të sulmojnë ushtarakisht. Pra kur ti je shef si kërcënim ushtarak. Për këtë arsye ti duhet të përgatitesh ushtarakisht, ti je në nivelin tënd ushtarak dhe pastaj politika është në plan të dytë. Jemi në këto kushte. Në këto kushte, për këtë arsye NATO kërkon këtë reformim. Aktualisht jemi në këtë reformim. E kërkon këtë reformim. Pikërisht duhet patjetër. NATO 3.0 nuk është ky reformim. NATO 3.0 është në atë që amerikanët kanë premtuar që dhe kanë propozuar që NATO vendet e Evropës dhe NATO duhet të forcohen ushtarakisht vet. Pra të dalin dhe të jenë autonome në aspektin e funksionimit të menjëhershëm. Gjë që nuk e kanë. Dhe amerikanët kanë premtuar që do të reduktojnë forcat e tyre në Evropë, të gjitha niveleve, pra forcat e nëndeceve, forcat ajrore, forcat toksore, të gjitha në mënyrë që Evropa të fillojë të fuqizohet. Por ka një problem. Pavarësisht amerikanët e kanë parë këtë gjë si një tentativë ose si një vënien sedër që pjesa e NATO-s evropiane të fuqizohet. Në rast se mungesa e Amerikës në NATO do të sillte paralelisht me fuqizimin ushtarak të vendeve anëtare të NATO-s, në Evropë do të sillte edhe fuqizimin e interesave nacionale, kombëtare të këtyre vendeve në raport me fuqizimin e tyre ushtarak brenda Evropës. Dhe kjo do sillë një fragmentizim në të ardhmen. Dhe sërish amerikanët do duhet të riktheheshin sërish për të mbajtur këtë NATO në një nivel të përpër. Kjo është balanca që po përqendrohet. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë balanca që mbajnë. Dhe vendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për t'u larguar nga Evropa, mendimi im është një veprim i gabuar, sepse menjëherë do të rriteshin këto tendenca, siç po rriten tendencat dhe siç po shohim midis Francës dhe Gjermanisë, që të dyja po mundojnë kush e kush të kontrollojë Evropën. Por në momentin që këto rriten ushtarakisht të dyja, fuqi, atëherë automatikisht ky kontrolli i Evropës do të vinë në bazë të asaj çfarë ti shet, sepse kemi industri ushtarake franceze, industri ushtarake gjermane, të cilat po mundojnë të imponojnë në vendeve të tjera të Evropës që të hynë në këtë biznes të këtyre industrive. Në momentin që ti hyn në këtë biznes të kësaj industrie, pra në rast se ti një pjesë të Evropës i shet materiale gjermane, atëherë ti ndikon edhe politikisht në këtë vend. Por në rast se këto materiale mbeten të përbashkuara pra midis kësaj përbashkimi të industrisë ushtarake amerikane, gjermane, franceze, pra në këtë Amerika sërish mbetet në krye dhe mund t'i mbaj këto pretendime ose këto ambicie politike kombëtare të vendeve që të mos prevalojnë mbi qëllimin e përgjithshëm të ekzistencës NATO-s. Sepse vendet evropiane kanë interesa ekonomike të tjera, të cilat mund ta shohin vetëm të lidhur me interesa ekonomike me Kinën, për arsye se përfitojnë. E qartë. Dikush me Rusin për arsye se përfiton nga marrja e karburantit të lehtë, dikush me Iranin nga diçka tjetër, pra. Dhe në momentin që këta do shohin duke prevaluar ambicia politike dhe ekonomike kombëtare, kjo do të sjellë në një dobësim të veprimtarisë nesër të NATO. Për këtë arsye NATO duhet patjetër të kalojë një reformim të veprimtarisë së saj ushtarake, operacionale dhe taktike, ku gjithnjë baza kryesore mbeten Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse aktualisht pavarësisht se këtyre kontratave që thamë që Trumpi po i detyron për të bërë. Edhe për shembull një nga kontratat ishte logjistika strategjike, pra zhvendosja strategjike e logjistikës. Pra zhvendosja me avion, pra avionet e mëdhenj strategjik që bëjnë zhvendosjen e trupave, aktualisht Amerika është man primatin në të gjithë botën, jo vetëm në në zhvendosjen me shpejtësi logjistikës. Të logjistikës, pra zhvendosja strategjike e kësaj logjistika e nivelit strategjik. Dhe një nga kontratat ishte që Evropa duhet të zhvillojë të. Do të kemi që parasysh që të gjitha këto kontrata që folëm, të gjitha këto që Trumpi po i detyron të hynë, janë një riarmatosje e re, po ky riarmatim i ri nuk mund të bëhet brenda një viti, 2-3 viteve. Pra do një kohë që ti të mbërrish në nivel të paktën 10-15 vjet. Po në këto 10-15 vjet, prezenca amerikane është e domosdoshme, qoftë politikisht, qoftë ushtarakisht. Në qartë. Për të mbajtur ekuilibrat. Për të mbajtur ekuilibrat dhe për të mbajtur të balancën. Ndryshe, po prish ky ekuilibër, atëherë NATO 3.0 nuk është më NATO 3.0. Pavarësisht se është konceptuar si NATO 3.0. E qartë. Nuk do të jetë më NATO 3.0 në momentin që prevalojnë ambicjet kombëtare të vendeve. Që çojnë fragmentizim. Sepse detyrimisht do të prevalojnë në momentin që ato nisin të fuqizohen. Është e natyrshme. Sapo ta ndjejnë fuqinë e tyre ushtarake, paralelisht me fuqinë ekonomike, sepse kur ti prodhon këto gjëra, pra do të thotë që ke edhe fuqi ekonomike, pra hap vende pune rreth, automatikisht atëherë do të fillojnë skërmitjet midis njëri tjetrit mbi ambicet e tyre politike dhe ushtarake dhe ekonomike kombëtare.
Dritan, ndërkohë, me që jemi në Ankara, ajo që u pa ishte që Trump erdhi në Ankara dhe e tha dhe deklaroi për shkak të miqësisë që ka me presidentin Erdogan, premtoi përshitjen e avionëve F-35, por njëkohësisht, po lexoja sot në një nga mediat izraelite, është që tregonte mënyrën se si Erdogan po e kthen Turqinë në një superfuqi rajonale. Si e vlerëson lojën e Erdogan në këtë histori dhe këtë avantazhin strategjik në raport me avionët F-35 që e bëjnë Turqinë të ketë një diferencë në raport me shumë fuqi në lindjen e mesme? Shiko, nuk mendoj që blerja e avionëve të F-35 taktikisht në këtë moment do të jepte Turqisë një avantazh, për arsye se edhe Izraeli i ka avionët F-35. Pra nuk është se ka ndonjë avantazh. Me pjesën tjetër të lindjes mesme, Turqia është diku është me aleanca, kurse diku mban marrëdhënie, për shembull si me Iranin që nuk është me aleancë, po mban marrëdhënie miqësore. Korrekte, dhe nuk i prishin punë avionët F-35 në këtë aspekt. Me vendet e tjera siç është Egjipti, Arabia Saudite është në një aleancë bashkë, sepse janë në një aleancë me Egjiptin dhe me Arabinë Saudite aktualisht së bashku në Sudan kundër atje në luftën civile që po zhvillohet në Sudan kundër forcave që mbështeten nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli. Pra, në këtë aspekt. Po duke qenë se edhe Izraeli ka F-35, po duhet kemi gjithë parasysh se po flasim për F-35-at. F-35-at e Izraelit janë F-35-a të veçantë. Dhe ata janë prodhuar vetëm për Izraelin dhe në momentin që është bërë kontrata, këto F-35-at që prodhohen për Izraelin nuk shiten, pra nuk janë, Amerika nuk ka të drejtë t'ia shes dikujt tjetër këtë lloj F-35. Pra është më i avancuar se F-35-at e tjera që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i shesin të gjitha vendeve të tjera të NATO-s përfshirë edhe Turqinë. E qartë. Pra në aspektin e F-35, me F-35, F-35-at izraelit janë shumë herë më të avancuar se F-35-at që do marrë Turqia. E qartë. Sepse kjo është një kontratë e parashkruar që në momentin që F-35-at është konceptuar për të shitur. Kështu që Izraeli e ka mbyllur këtë kontratë që atëherë para 10 viteve, 12 viteve. Kështu që është e pamundur që në këtë aspekt të themi që tashmë po përballet dhe Turqia do të jetë një superfuqi rajonale. Është e pamundur të jetë superfuqi rajonale, patjetër Turqia aktualisht është një superfuqi rajonale. Sepse në sasinë e kapacitetin e forcave që ka ushtarake nuk krahasohet as me Izraelin, dhe edhe Izraeli vetë nuk ka të kapacitet ushtarak. Pra Izraeli me gjithë mobilizimin e përgjithshëm 500.000 forca arrin të mobilizojë. Ndërkohë që ushtria turke mund të mobilizojë brenda 24 orësh 1 milion forca. Pra, në aspektin ushtarak ajo është superfuqi. Askush nga këto vendet e lindjes mesme aty që ndodhen nuk mund të krahasohet në aspektin përjashto Iranin, pra heqim Iranin këtë aspekt, kurse pjesa tjetër nuk krahasohet me Turqinë. Pra është superfuqi rajonale. E qartë. Edhe në këtë aspekt, edhe me mungesën e F-35-s. Shitja e F-35 është një proces i cili ka ardhur gjithnjë në përplasje me çështjen e S-400-s që ka Turqia. Kjo ka qenë problematika. Kjo ka qenë problematika. Në momentin që Turqia bleu S-400-ën, Amerika vendosi ta nxjerrte nga programi S-400-ën ruse. Po, kjo ka qenë. Dhe tashmë varet se në çfarë pozitash është. Disa kohë më përpara diskutohej që Turqia Amerikanët kërkonin që Turqia t'ia shiste S-400-ën Ukrainës. Po Turqia nuk mund t'ia shiste S-400-ën Ukrainës. Dhe çfarë është bërë? Para 6 muajsh ka pasur një bisedim midis rusëve, amerikanëve dhe turqëve që S-400-ën ta riblejë sërish Turqia, t'ia shesi Indis, me cilën ka një marrëveshje për t'i prodhuar dhe për t'i shitur diku të rreth 5-6 sisteme të tilla. S-400 deri në tashni ka dhënë 2, pra sepse prodhimi është i avasht, dhe diskutohej që ka rënë në bisedime për këtë dhe pothuajse në një dakordsi që edhe amerikanët janë dakord që rusët ta riblejnë dhe ta shesin, pra t'ia shesin pastaj indianëve dhe indianët ta marrin këtë sepse kanë nevojat e tyre. Dhe në këtë moment Turqia mbetet pas S-400-ën, e cila pastaj dhe mund ta përdorë F-35-ën, sepse gjithë problemi ka te të dhënat e F-35-s. Në momentin që ti edhe e ndez S-400-ën dhe F-35 është në ajër i merr të gjitha të dhënat e saj. Dhe problemi është që askush nuk ka garanci që kjo S-400 kur ndizet, rusët nuk e kontrollojnë këtë nëpërmjet satelitëve dhe të marrin të dhënat. Pra, ku flasim për të dhënat, kjo nuk do të thotë të dhënat e avionit, sepse të dhënat kryesore të avionit di, por konfigurimi i avionit në këtë radar. Dhe në moment që ti e konfiguron avionin në këtë radar, janë avion të padukshëm, në stealth. Po, konsiderohen të tillë. Në moment që ti e konfiguron këtë avion në këtë radar, automatikisht atëre e identifikon dhe mund ta godasësh. E godas në çdo kohë. Pra, kjo është qëndrimi i saj. Në gjithë aspektet e tjera është interes politik i Turqisë të prezantojnë në këtë moment të tillë, sepse Erdoğani ka dhe problemet e vet me politikën e brendshme.
Dhe në problemet e vetme politike të brendshme, të vetat që ka të brendshme, atëherë çfarë i duhet? I duhet një kontratë F-35-s, i duhet një mbështetje e Shtetit Bashkuar të Amerikës për treguar që ne mritëm këtë kontrata të mëdha armatimi. Dhe mbulon debatin e brendshëm politik që ka nisur me opozitën dhe me problemet që ka të brendshme të opozitës. Po foli edhe për një kupol të çelik të Dritan, 24 miliard dollar nëse... Po, edhe ajo është foli, por nuk është hera e parë që ajo flitet, kjo kupol e çelik. Turqia është për Europën, nga Kosova e deri në vendet balltike. Është e pamundur ajo për të bërë, por gjithsesi ajo është si puna e asaj kupolës së artë që Trumpi për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është e pamundur për të bërë ajo. Jemi tek paktën për një 30 vjeçar. Sepse sot, siç thash, nuk ke sisteme balistike mbrojtëse, nuk ke sisteme radarësh, pra që ti të bësh një kupol, duhet të shkosh pa e qartë. Gjithë kjo zona këtu duhet e gjitha të mbrohet, por që të mbrohet me radar, duhet kemi një sistemi radarëve që funksionon është pra armët që lëshojnë, raketat mbrojtëse kundërajrore që këta duhet të lëshojnë balistike, duhet ta kenë rrezën më të afërt për goditjen 50 kilometra. Pra ti duhet të mbulosh gjithë të pjesë të Evropës, çdo 50 kilometra ose çdo 150 kilometra, ti duhet kesh një sistem kundërajror që pa isur me këto sa po janë firmosur kontratat tuaj. Pra kontratat sa janë firmosur. Duhet të fillojë prodhimi, po ky paralelisht me këtë prodhim ti duhet të ndërngresh edhe kapacitetet njerëzore të kësaj gjëje. Sepse këto nuk funksionojnë në vetë. Dhe kapacitetet njerëzore kanë të bëjnë me funksionimin, me mirëmbajtjen, me prodhimin. Pra është një proces riarmatimi i cili në rast se mbani mend në vitet 70 ishte ajo gara e riarmatimit, që quhet gara e armatimit, që nisi midis në atë kohën e luftës ftohtë, midis lufta yjeve, gara e armatimit. Ajo gara e armatimi mori 25 vite. Ndërkohë që ishin në full kapacitet ushtarak të gjitha palët. Pra edhe rusët, pra edhe sovjetikët, edhe perëndimi ishin në gjendje lufte gjatë gjithë kohës dhe NATO e atëhershme nuk është NATO e sotme. Pra NATO e atëhershme, vetëm Italia posedonte 1 milion ushtar të gatshëm në atë kohë. Sot i kanë 100.000, pra shikoni si ishte, dhe kishte industri ushtarake të zhvilluar komplet NATO, dhe ju desh 25 vjet në këtë garë armatimi. Jo më tani që tashmë ti si ke asnjë këto. Pra këto duhet t'i ringresh nga e parë. Prandaj është një periudhë 30 vjeçare dhe atëherë mund të flasim për një NATO 3.0. Por ama, e gjitha kjo duhet të shkojë në këto procedurat e tjera që NATO të kërkon të riformatimin dhe këtë ndryshimin e konceptit nga politika ushtarake në ushtarako-politike, që t'i përgjigjemi njëkohësisht sfidave të kohës dhe sfidave të aktorëve të rinj që kanë dalë, sepse ata e kanë bazuar gjithë fuqinë të tyre politike te fuqia ushtarake. Dhe këtu është koncepti që kishin, nuk është koncept i ri, është një koncept i vjetër ekziston që nga koha e Romakëve. Peranderia romake funksiononte në këtë mënyrë. Peranderia romake kishte bazë ushtarake dhe politikën e bazonte te ushtria. Pra peranderia romake të detyronte, të impononte një veprim, të thoshte politikisht bëje. Në moment që nuk e bëj atëherë të sulmonte, dërgonte legionet romake për të sulmuar. Kurse Bizanti nuk kishte ushtri, funksiononte nëpërmjet politikës dhe shërbimeve. Pra nëpërmjet mashtrimit. Po shkojmë te Roma, Dritan. Pra jemi te Roma sepse, siç e thash, edhe Rusia, edhe Kina, edhe Irani paraqesin fuqinë ushtarake bazë, pra e kanë bazuar imponimin e tyre politik e kanë bazuar mbi fuqinë e tyre ushtarake. Kurse neve aktualisht duhet të rrisim fuqinë ushtarake, që t'i përballemi këtyre, pra të tregojmë që kemi kapacitete ushtarake aktualisht të përballemi me ta. Kjo nuk do thotë që neve do sulmojmë Rusinë ose Rusia do sulmojë Evropën. Kjo gjë nuk ka për të ndodhur. E qartë. Jo, kjo është për të përballur sfidave të kohës që gjithçka çfarëdo që të vinë nesër. Në këto kapacitete që jemi aktualisht e kemi të pamundur ta bëjmë, sepse kemi vënë politikën përpara dhe forcën ushtarake mbrapa. Duhet të ngrejmë forcën ushtarake në mënyrë që të bazohet politika me diku, sepse politika është fundja fundit llafologji. Pra, dhe në moment që ti nuk e bazon këtë llafologji me diçka tjetër, me një fuqi, atëherë kjo nesër bëhet e kotë dhe gjithkusht ta merr për bllaf dhe ta luan bllofin. Kulaçi dhe Kërbaçi, Dritan. Për këtë arsye duhet NATO të riorganizohet, e ka të detyrueshme riorganizimin, për mendimin tim, ku secili të marrë vendin që i takon në këtë NATO. Sepse kështu nuk funksionon. Nuk mund të barazohemi ne me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka dalë jashtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht se ne themi aleat. Realiteti është që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vllai i madh. Dhe vllai i madh nuk mund t'i thuash aleat. Vllai i madh mbetet vllai i madh. Të mos e gënjejmë veten. Prandaj do t'i japim vllait të madh atë që i takon vllait të madh. E qartë, Dritan. Të falenderoj shumë që të kisha. Dhe të falenderoj shumë që gjete kohën për të ardhur. Në këtë pjesë emisionit është bashkuar me mua politologu Endri Tafani. Endri, kënaqësi që të kam. Gjithashtu. Endri, si po e shikon trajektoren e protestës tani më që kanë kaluar të 40-at e saj? Jemi në ditën e 41, nëse shikojmë ata që
e shikojnë me cinizëm këtë dhe mosbesim këtë protest, sa vinë dhe shtohen duke thënë që numrat po zvoglohen, protesta po shkon drejt shuarjes dhe drejt dështimit saj. Si e mendon aktualisht protestën pikërisht në këtë moment ku ndodhet tani? Pse e quajnë të dështuar? Kjo është pikë pyetja, domethënë mua nuk më duket se protesta është e dështuar. E para një herë protesta vazhdon. Pra, derisa ka njerëz që dalin dhe protestojnë aty, protesta është duke vazhduar. Pra nuk është se mbaroi protesta dhe po themi, ok, mbaroi si protesta. Po, pra, kjo është vërtet. Nëse i referohemi, pra, procesit protestës. E dyta punës, që të thua është dështim, është që protesta nuk dha efekt. Pra, dy janë gjëra që mund të thuash që ka dështuar, ose që nuk vazhdon procesi, ose që nuk dha efekt. Dhe sidomos mbi të gjitha është efekti. Rama vazhdon të jetë kryeministër, ligji për investitorët strategjike dhe për zonat e mbrojtura vazhdon të mbetet në fuqi. Pra këto ishin objektivat e protestës. Po, këto ligje vazhdojnë të mbeten në fuqi, por Rama ka vdekur politikisht. Domethënë, këto janë si punë atyre, si ti thua, është njëri që ka vdekur, por ka ca medalje në kraharor. Domethënë, thua, ja ku janë medalje dhe personi është, domethënë, është gjallë akoma. Jo, nuk është gjallë. Rama ka vdekur politikisht. Dhe këtë e kupton në momentin që shkon në protest. Pra, kur shkon protest dhe shikon atë frym që është në protest, ti e kupton që Rama ka vdekur politikisht. Rama thotë janë korbat dhe sorrat, po Rama po thotë çfarë të dojë, domethënë edhe në 90 Ramizalia thoshte që po themi ata që u futën në ambasadë etj ishin një shqitje e kombit e këto, domethënë. Kështu që po t'i referohemi atyre që janë fjalëve të krerëve të shtetit për të etiketuar protestuesit kundër tyre, domethënë kjo është në Shqipëri nuk bën sens. Por e kam fjalën këtu që Rama realisht ka vdekur politikisht dhe kjo kuptohet. E para një kuptohet nëse ti shkon protest. Dhe i mbetire çdo qytetar i Tiranës, domethënë apo edhe të Shqipërisë, që qoftë edhe një herë në jetën e vet të marrë pjesë në këtë protestë. Pra të shkoj aty dhe ta shikoj vetë me sytë e tij ato që është aty brenda. Pra, frymën që krijohet, njerëzit, marrëdhëniet e njerëzve me njëri tjetrin, e gjithë atmosfera është diçka që është jashtëzakonisht ndryshe. Në historinë e Shqipërisë nuk ka pasur ndonjëherë protestë të tipit të tillë. As protesta në 90-s nuk ka qenë e tipit të tillë. Pra, protesta e studentëve. Ase në 90-s nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë sepse ajo ka qenë me tjetër formë, domethënë sepse ishte me regjim sistemi e ngjashme me këtë regjim sistemi, por nuk ka qenë e tipit të tillë sepse në protestën e 90-s për shembull ti nuk kishe fëmijë që dilnin në rrugë, nuk kishte prindër me fëmijë që të dilnin në protestë. Pra në protestën e studentëve në 90-s ka qenë kryesisht studentët, kanë qenë kryesisht edhe ata që kanë qenë sindikatat e punëtorëve që kanë dalë në protestë, por nuk kishte të rinj. Dhe prania sidomos e femrave ishte kufizuar në 90-të. Po, kjo është e vërtetë, ja, këtu kurse në këtë rast ti shikon që domethënë është hipotezë e cila është gjithë shoqëria brenda. Dhe është një eksperiencë që është eksperiencë shumë e veçantë, e cila nuk mund të përshkruhet në ekranet televizive. Domethënë ti sado që mund të flasësh në ekranet televizive, e ke të vështirë edhe ta transmetosh ato që është aty, t'ja transmetosh të tjerëve që të shikojnë me ta në ekranit. Prandaj them njerëzve që nëse duan të kuptojnë se për çfarë është kjo protestë ose për çfarë kam fjalën tani kur them që kjo protestë është ndryshe, është dakord, shkojnë të marrin pjesë aty. Dhe kjo frymë e veçantë është mbie në kundërshtim me atë me mënyrën se si Rama po qeveris, domethënë dhe tregon që Rama tashmë nuk arrin më të mobilizoj njerëz, apo nuk arrin më të krijoj frym. Është një nga problemet që ka dhe PD-ja, për shembull, protestat e PD-s nuk krijojnë frym. Dhe ne kemi parë këtë në numrin që sa vjen e bie. Që sa vjen e vjen. Po, kjo është vërtet. Që janë të tjera. Pra, dhe në politik, po nuk krijove frym, je vdekur politikisht.
nëse nuk arrin të krijosh frym. Dhe Rama nuk arrin të krijojë frym. Dhe një kundër protestë që tentoi me administratën që ta bënte tek aneksi i stadiumit kombëtar, prap u pa në fytyrat e njerëzve se sa të entuziazmuar ishin njerëzit që kishin vajtur aty me zor, domethënë, nuk arrin të krijojë më frym. Dhe në këtë kuadër Rama ka vdekur politikisht. Një politikan i cili nuk arrin të krijojë frym është i vdekur politikisht. Dhe Rama është i vdekur politikisht, thjesht do na haj varrimi i Ramës, varrimi në mënyrë zyrtare, pra që përfundimisht të largohet nga pushteti, do vënohet paksa për shkak të gjithë asaj strukture të madhe që ekziston. Ti mendon se do largohet Rama vetëm me qytetarë që protestojnë dhe bëjnë xhiro nëpër Tiranë? Çfarë? Me fjalë, unë jam dakord që protesta e ka masivitetin. Protesta e ka konsistencën. Por mendon se vetëm me këtë qëndres të qytetarëve, që është historike, dhe unë jam dakord me ty, Rama do t'japi dorëheqjen, sepse nuk shikojmë një ndryshim kursit e kryeministri. Domethënë, për Ramën këta qytetarë le të vazhdojnë, le të dalin aty para kryeministrisë, madje ishin ca skena kur këta po mblidheshin këtu, Rama kaloi me makinë iku. Ideja është që prapë sërish sot ka përmendur mandatet, që ne kemi marrë mandatet, kemi marrë besimin e qytetarëve për të qeverisur këtë vend. Ajo që ndodh me Ramën, pra imagjinoni Ramën sikur është në një karrige pushteti. Dhe karrige e pushtetit, dal që dal, ka ato këmbët e veta, pra, që karrige vendosën tokë dhe ti e ulur si për karrigës pushtetit. Ti vetë mund mos duash që të largohesh nga karrigja, po arrin një moment që karrigës i gryen ato këmbët. Pra fillojnë i kalben këmbët, i gryen dal nga dal, dhe këputet një këmbë, këputet dy këmbë, këputet tre këmbë, edhe ti sikur mos duash të qëndrosh më. Pra, të japësh dorëheqjen, ti prap do biesh sepse karriga thyet. Kjo protest është duke thyer karrigën e Ramës. E them në mënyrë figurative. Duke goditur ato të cilat janë po e para njerë pse njerëzit i binden se ato që e mbajnë Ramën në pushtet për shembull janë numrat në parlament, një nga këmbët e rëndësishme të karrigës që e mban në parlament, është Partia Socialiste që vazhdon të mbetet. Ne reduktojmë një gjë tek numrat, por numrat janë fuqi. Jo, nuk është puna se numrat janë fuqi. Që mund ta detyrojnë në këtë rast, në kodet asaj që duhet të them. Pra, kur ti po themi je në një shtet si që jemi ne i bindemi Ramës ose ne më saktë bindemi qeverisë. Sepse kemi lidhur një kontratë sociale me shtetin. Për ata që nuk e kuptojnë idenë e kontratës sociale. Pra, ne kemi lidhur një kontratë sociale me shtetin, e cila është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Qytetarët e Republikës së Shqipërisë kanë shkruar një kushtetutë në 98-ën, në të cilën marrin zotimin që kjo është forma e shtetit që duam, dhe ne do i bindemi ligjeve të këtij shtetit. Kjo është teoria e kontratës sociale. Dhe sot që shkojmë në parlament. Pra, janë zgjedhjet periodike dhe themi, ne kemi, i bindemi kësaj qeverie, sepse sipas kontratës sociale, kjo qeveri, pra, ne i kemi dhënë pushtet kësaj qeverie, që kjo të qeverisë. Dhe kjo është baza e pushtetit të qeverisë. Nëse qytetarët nuk duan të binden më, çfarë ndodh me ata 83 deputet në krahasim me 2,5 milionë shqiptar? Nëse 2,5 milionë shqiptar thonë ne nuk të bindemi më. Jo, jam dakord, po çfarë ndodh? Dhe kjo është ajo që po thoje që të rikthehemi te kjo pjesa. Njerëzit që po shkojnë aty, pavarësisht se ne mund na duket pak si